Mjeku çudit botën. Ja sa vezë duhet të hani sipas moshës që keni dhe cila është më e mira. Në qendër të saj gjendet proteina dhe e ngarkon trupin me vitamina dhe minerale të ndryshme, si dhe acide yndyrore omega 3, antioksidantë të tjera. Vezët janë një zgjedhje e dur për të konsumuar vazhdimisht në mëngjes. Studime të ndryshme shëndetësore tregojnë se ngrënia e vezës në mëngjes është zgjedhje e dur, jo vetëm që do ju bëjë të ndjeheni të ngopur, por gjithashtu do ju ndihmojë të ruani vlerat normale të sheqerit në gjak dhe atyre të insulinës, citon Healthline. Vezët janë një nga burimet ushqimore natyrore më të pasura, kryesisht edhe me lëndë ushqyese më të rëndësishmet në planet për dietën tuaj të rregullt. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Fuqia e kësaj lënde dhe pakete ushqyese është e përsosur dhe e pakrahasueshme. Nga përmirësimi i funksionit të trurit, mbështetja e shëndetit fizik deri në ndihmën e rritjes së fëmijës, veza mund t'i bëjë të gjitha këto, citon dietologja Garmja Goyal. Sekreti për humbjen e peshës është 95% e grave nuk e dinë fare. Ajo e rendit edhe konsumin e vezëve si një mundësi për t'u mbajtur të ngopur për më gjatë dhe të reduktoni numrin e kalorive të marra në ditë. Kështu, duke konsumuar më pak kalori, sepse do t'jeni të ngopur, do ta keni më të lehtë të reduktoni edhe peshën e tepër, citon dietologja. Vezët përmbajnë 13 vitamina dhe minerale të ndryshme të kërkuara nga trupi dhe janë një burim kryesor i proteinës cilësore. Dëndësia e lartë ushqyese e vezëve u referohet edhe një mbrojtje më të mirë ushqyese natyrale të sistemit imunitar. Vezët mund të cilësohen gjithashtu edhe si një trajtim i lartë ushqyes. Mund të veprojnë elementet kryesor të rëndësishëm në një dietë e ekuilibruar mirë. Një vezë në madhësinë e saj natyrale e zier ka rreth 77 kalori dhe përmban vitaminën A, B5, B12, vitaminën B6, vitaminën D, vitaminën E dhe K, dhe minerale të tilla si folat, fosfor, selen, kalcium, zink dhe 6 gram protein, 5 gram yndyrë, dhe gjithashtu është një yndyrë e shëndetshme edhe për zemrën. Vezët cilësohen si një aleat e mirë e shëndetit tuaj të syve. E pasur me lutein dhe zeakanthin, e verdha e vezës vepron si një antioksidant i cili mund të zvogëlojë riskun e kataraktës dhe degenerimit makular në sy, duke sjellë kështu rezultate fantastike në shëndetin tuaj të syve dhe duke mbajtur larg komplikacionet e tyre. Vezët ofrojnë nivele të larta të omegës 3. Vezët ndihmojnë në përmirësimin e niveleve esenciale të yndyrnave omega 3. Omega 3 luan një rol aktiv në funksionin e zemrës, në shëndetin e mirë të trurit, gjithashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj të syve. Duke pasur parasysh kaq shumë përfitimet që do të merrni nga vezët e zjera, do t'jetë e pamundur që të mos i përfshini ato vazhdimisht në dietën tuaj. Konsumi i vezëve të zjera vazhdimisht brenda normës së lejuar do i lejojë në trupit tuaj të merrni përfitimet e duhura dhe të mbani larg edhe komplikacionet e saj. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga momentet më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zier. Por cilat janë vlerat e vezës së zier dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Ekspertët e Healthline tregojnë se përfitimet që veza e zier do të ofrojë në organizmin tuaj janë vërtet të larmishme. Ato janë të pasura me elementë të lartë që përmirësojnë edhe nivelet e kolesterolit. Sipas të dhënave të Healthline, ngrënia e vezës në mëngjes, si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor, mund t'ju ndihmojë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Do të ofrojë gjithashtu nivele të mira të yndyrnave cilësore në organizëm. Vezët e ziera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin riskun e problemeve të zemrës dhe shëndetit të saj. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e organizmit tuaj. Ndaj, konsumi i vezëve të ziera në dietën tuaj do të jetë
një aleat i çmuar në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu në rritjen e rezistencës së trupit tuaj dhe jo vetëm. Vezët e zjera do t'japin përfitime shumë të mira të yndyrave cilësore, gjithashtu edhe të proteinës për mbrojtjen e organizmit. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinën në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha, proteina ndihmojnë të gjitha organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për çdo qelizë të trupit. Vezët e zjera gjithashtu janë një produkt fantastik edhe për shëndetin tuaj të syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza e zjerë është vitamina A. Kjo vitamin është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës dhe mbron gjithashtu edhe membranat dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit, gjithashtu edhe verbëria. Konsumi i vezëve të zjera në dietën tuaj mund t'japë edhe kocka më të forta. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat, gjithashtu edhe për dhëmbët e fortë. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e dur të kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe më i shëndetshëm në aktivitetet ditore. Gjithashtu ekspertët këshillojnë konsumin e vezëve të zjera si një alternativë të çmuar në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Vezët e zjera janë një produkt fantastik, i cili mund të kombinohet fare lehtë me produkte të tjera ushqyese dhe mund të japë gjithashtu edhe rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit. Të thjeshta, ekonomike dhe të mbushura me vlera të larta ushqyese. Vezët e zjera janë një nga ushqimet më të mira për të shtuar në dietën tuaj, dhe jo vetëm për shkak të vlerave të tyre, por edhe për anën ekonomike që janë të lira. Ato mund të përfshihen fare lehtë në regjimin tuaj ushqimor, por cilat janë përfitimet konkrete nëse konsumoni vezë çdo ditë. Sipas ekspertëve të ushqyerit, ngrënia e 1 ose 2 vezë në ditë mund të sjellë një sër efektesh pozitive, si për trupin ashtu edhe për trurin në tërësi. Vezët e zjera do të nxisin edhe përmirësimin e funksioneve të trurit. Vezët janë një burim i shkëlqyer i kolinës, një lëndë ushqyese kyçe e cila luan një rol kyç edhe për kujtesën, për qëndrimin dhe shëndetin tuaj të përgjithshëm të trurit. Marrja e mjaftueshme e kolinës ndihmon edhe në ngadalësimin e rënies së njohjes dhe aftësive të tyre me kalimin e moshës. Gjithashtu, vezët do të ndihmojnë në forcimin më të mirë të muskujve. Proteinat cilësore që gjenden tek veza kontribuon në rindërtimin dhe forcimin e masës tuaj muskulare, veçanërisht tek ata persona të cilët ushtrojnë ose janë në fazën e rikuperimit pas ndonjë dëmtimi të mundshëm. Vezët e zjera do të nxisin gjithashtu edhe mbrojtjen e shëndetit të syve. Vezët përmbajnë luteinë dhe akanthin, dy antioksidantë të fuqishëm të cilët do të mbrojnë sytë nga efektet e dëmshme të plakjes nga drita blu, duke ndihmuar në parandalimin e degenerimit makular. Prandaj, konsumi i vezëve të zjera në dietën tuaj mund të jetë një alternativë e çmuar, sidomos në betejën kundër këtyre komplikacioneve, të cilat mund të rëndojnë gjithmonë më shumë shëndetin tuaj të syve, citon Healthline. Vezët e zjera janë një produkt fantastik që mund të shtohen në dietën e personave të cilët duan të balancojnë nivelet e kolesterolit. Megjithse, dikur vezët shihesin si problematike për shkak të kolesterolit që përmbanin, substancat tregojnë të kundërtën. Ato janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për persona të cilët vuajnë nga kolesteroli për shkak të elementeve të tyre që do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e përfitimeve të shëndetit të përgjithshëm. Duke konsumuar vezë të zjera çdo ditë në dietën tuaj, do ta keni më të lehtë të mirëmbani peshën tuaj trupore. Fal aftësive të tyre për t'ju bërë që t'jeni të ngopur për më shpejt, vezët e zjera do t'jenë një element shumë i mirë ushqyes në rastin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.